so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. Time of our lives when we started. Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët, sa po lexoja komentet tuaja dhe shumë faleminderit të gjithëve për çdo fjalë të mirë, për çdo fjalë që më keni shkruar. Më vërtet jeni fantastike që të gjitha. Edhe të them të drejtën kisha shumë ankth ta hithja këtë video, këtë pjesë të jetës time. Por mendoj se bëra shumë mirë, se më duk sikur hoqa një peshë nga vetja ime. Gjithsesi tash kanë kaluar disa ditë nga operimi, është për të premten, sot është e hënë, edhe gjërat po vënë vete, po unë nuk është se kam shumë dhimbje, ndihem shumë e lodhur po të rri në këmbë, ndihem shumë e këputur, por në përgjithësi nuk kam shumë dhimbje. Sot isha dhe tek mjekja, se çova raportin, domethënë çoja të operacionit, edhe po lexoja se sa zjati që është tek operimi, zjati në momenti që më zuri gjumi narkozat deri sa mbaruam puna ato, kishte zjatur 13 minuta, operim shumë i vogël, domethënë në kohë shumë i shkurtër. Me mjekët jam ndjer shumë mirë, falë Zotit, sepse dëgjoj shumë histori që të gjithë i shajnë mjekët, të gjithë kanë eksperiencat e tyre normale, se si jam unë kush që ti nënvlerësoj se të them që ata gënjejnë ose ku ta di unë. Por eksperienca ime ishte jashtëzakonisht shumë e mirë, me thënë të drejtën, jashtëzakonisht shumë. Unë nuk isha për të pritur, se nuk isha në emergjencë, isha domethënë termin e vendosur, me datë operimi e vendosur që para një muaj, që kështu nuk është se kisha për të sorrollatur, se urgjenca është ajo që është më shumë problematikja në Gjermani. Mjekët ishin fantastike. Vetëm një mjek më ka lodhur një çik ditën që vendosa që kisha takimet me anestezistin, me kirurgun edhe me mjekun e përgjithshëm. Se një ditë para se të bëja operimin, bëra takimin me këta të tre. Atë ditë jam lodhur sepse kam ikur në 11:30, ndodhi një emergjencë në spital, nuk e di çfarë halli kishin dhe erdhën shumë çështje, edhe mu desh të prisja deri në orën 3 që të vendosja takimet, domethënë të rregulloja takimet për ditën tjetër. Po unë isha shëndoshë mirë edhe u mërzita i çik, bëra paklafe aty, thash që kam këtu që në orën 11 që pres, edhe akoma s'më keni lënë takimet, por duhen kuptuar edhe ato se kanë një dëshirë të madhe të na zorrollasin aty në spitale. Mbarova dhe atë ditë dhe ky mjeku më tha, e pyeta që a flet anglisht, se e kam më kollaj, ose mund të flasësh pak më shumë, me fjalë më të lehta gjermanisht, edhe më tha, wir sind in Deutschland, dann bespreche, wir reden nur Deutsch, wir sind nicht in England. Dhe unë qesha dhe ja ktheva gjermanisht, dhe thash që English ist für die ganze Welt jetzt, ist nicht nur für Deutschland. Trotzdem i thash, ich spreche Deutsch. Gjithsesi i thash, unë flas gjermanisht, i thash, das war einfach für mich und für dich und für sie auch. Ishte më lehtë për mua dhe për ty për të kuptuar. Thash në pas të pyetjeve. E uli tonin edhe ai, u mora vesh me atë, më foli shumë thjesht, u morëm shumë mirë vesh, qeshëm, bërëm shaka, pastaj edhe më tha, të takohemi nesër derisa të presë dhe të operoj, më tha, mos ai ishte mjeku kryesor, më duket i repartit.
më bëri që të firmos atë që marr përsipër të gjitha gjërat e operimit. Vetëm ky më lodhi pak, domethënë më dha çika të impaktin, po 2 minuta, pastaj iku dhe aty ishte rus ky. Normale se ato kanë atë bifin e tyre me anglishten, këto gjërat kështu. Edhe pastaj vajtëm ditën tjetër në spital, qyshe pat, bëm operimin, e kisha në orën 8:30 të mëngjesit. Dhe vajta në orën 8:30, më ndërruan, domethënë vesha ato gjërat të spitalit, dhoma me kabina më rregulluan të tëra, në orën 9 jam futur, më ka marrë anestezistja që ishte një zonjë nga Ghana, o zot perfekto, o zot të tëra bekimet e mia i ka një njeri, ishte fantastike si njeri, ma ka bë aq shumë të lehtë për të qeshur, bën të humor, në ajo që të marrin me krevatin dhe të çojnë deri te salla. Edhe qeshte me mua dhe thoja jepi më shpejt krevatit, edhe ishte shumë e mirë. Edhe ma ka bë atë procesin e ankthit që duhet të më gjenin edhe venat, sepse mua nuk më gjenden kollaj, më kanë çpuar edhe këtu te dora, por te krahu tjetër, prisni se kam kamerën, ma kanë nxirr krejt, nuk e di sa duket, gati gjithë krahun nga këtu deri lart, sepse nuk më gjendet vena. Nuk është faj tyre, unë i kam venat shumë të thella edhe shumë, nuk e di, shumë problematike për të më gjetur, për të më bërë surumin. Ma bën surumin, pastaj më vunë në gjumë, më operuan, më nxorën. Zjati be gjitha në ora 8 deri në orën 11:30. Nuk më linin të dilnin pastaj po mos të shifnin andin që të më vinte të më merrte, se nuk lejoj 48 orë që të isha vetëm. Edhe i ka erdha në shtëpinë, nuk isha dhimbje ditën e parë, po kam qenë shumë poshtë emocionalisht, shumë si e këputur në ana emocionale, shumë e ndjeshme, shumë nuk di si t'ua shpjegoj, shumë si gjysma e vetes time, domethënë. Jo shumë e lumtur, shumë e zymt, shumë kështu në mendime, edhe s'po se më pëlqen shumë si gjendje, do zoti kalon shpejt. Edhe ka që dhimbje kam pasur në 1.10, 1.5 ose 1.6, sidomos kur qohem ose kur sforsohem shumë, aty ka më shumë dhimbje dhe më shumë siklete. Por thash, në spital gjithë eksperienca ishte 10/10, nuk prisi asin gjë më shumë edhe asin gjë më pak, me thënë të drejtën, më trajtuan shumë mirë, ishin shumë të dashura, shumë të sjellshme, shumë korrekte. Më pritën, më operuan, më përcollën. Okej, se ishte dhe operimi thjeshtë, se unë nuk isha për të shndruar natën aty, dhe nuk e di se si mund të jetë, se ishte ambulator, domethënë, sallë që ti operohesh edhe ikë në shtëpi. Kurse me stacion ti duhet flesh aty në spital, domethënë nuk e di, nuk e kam provuar. Tjetër, që bëm tjetër, edhe në shtëpi edhe shtrirë edhe Andi më ka shërbyer si zonjë 3 ditë, që do lloj gjeje, dhe gotën e ujit nuk jam çuar ta marr. Sot iku në punë, sot ka qenë pak më e vështirë sepse më desh të jepja makinës, edhe më lodhi shumë kur erdha. Jashtëzakonisht shumë gropat e rrugës më bezdisin, sepse duhet ikja të merrja raportin për punë e kam marrë 2 javë. Këtë javën sot, që nise hëna, deri javën tjetër, deri të premten 2 javë pushim në shtëpi. Nuk e di se si do i kaloj. Tani kam vizitat e radhës, procedurat e radhës, por deri tash ka shkuar çdo gjë mirë. Shqyr Zotit, operimi më thanë, nuk pate shumë gjakderdhje, nuk pate asnjë komplikacion, çdo gjë vajti siç duhet të vinte. Edhe do Zoti është me kaq. Do Zoti mbaron me kaq kjo peripecia ime këtu. Tash nëse e keni me stres, merreni me avash, nëse jeni në një situatë që keni të bëni me mjekët, merreni me avash, jeni të duruar, jeni të qetë, jeni të dashur, sepse ndoshta edhe ata kanë nevojë që edhe ne të jemi më të dashur si pacient, dhe çdo gjë rregullohet. Edhe shumë faleminderit për gjitha fjalët e mira, jashtëzakonisht shumë faleminderit. Ndonjëherë ke nevojë për një fjalë të mirë edhe nuk e di që ke nevojë. Lord, I wish I knew 20 years ago, so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes all along. I was you.
I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Peace, say hello to heaven. Searching for the boy I once outgrew. Those days when everything went to 11, I can honestly say I cried the day that Chris Cornell died. And I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20. Tani gruaja Antit është 2 javë her raport. Haje. Edhe ky kanal ka thënë Anti do e mbaj unë, ka thënë. Shu ka thënë, do e kujdes se mund për kanalin të. Do ta marrim në kanalin gjallë. Po, ti s'kishe nevojë më nuk u lesh këtu. Ta tregosh jere këtu. Nisim sot me Vlerje. me Princesë. se nuk punojmë do të shumë me haul. Ha, nuk tregoj ju mua. Vlen 2 portokallë. Do të thënë 2 qese si këto janë nga 1,5 kg, 2 kg grusa janë. Nuk e di është hatë nuk i pash fare. 3 kg. 6 Sorry. kg portokalli. 6 kg portokalli blem se i hajme dhe i shtrydhim ja shtrydh grus, këto di që ka qenë pa qef ja kam shtrydh grus. Hajt pa je, dakord. Po i ka bërë të tëra, i ka bërë. Një darë që ne të dy i kemi shumë qef dhe hajmë nga 2 copë në ditë edhe më shumë. Një mollë shile. 1 apple a day keeps the doctor away. Okej, pse e them keep the doctor away? Ne keep është Po mund ta thuash dhe keep the doctor away. sheftë. Mo, blem dhe një kos, sepse ka vendosur që të haj shumë. 1 apple a day keeps the doctor away. E ke di mirë. Ja mirë shumë në gru. Dhe blem dhe një kos që të haj në gjes me granola. Tregoj të vazhdohet. Bravo. Okej, mos unë do të çish jam pak i ngatë domun. Ja dhe granola. Ja dhe granola që do bëj kosën që ta. Bornis, 400 gram, 500 gram, 4 euro. A gru? Po e morën dhe deka. Po. Ky është pazari kryes ky. Si Riç, kanë very rich. Si kanë andit e Këto. deka, unë i këtë deka. Këto i ka morë kur të bëhet një të gatuar se unë me këto nuk di se gatuar. Jo, hiten si për vezës, janë shumë të mira për syt. Juhu, me vërtet? Po, Bravo, edhe, bre. si po do- Kërpudha, sepse sot do bëj makarona me kërpudha, e pana, edhe ose me fileto ose me diçka tjetër. Do t'i bëj unë, do marrë vete punë, do hajde sot se s'ka më kërpuk që ka marrë nga puna. 2 pako fasoleta. I marrim, ti kemi këtej. Një pul për grum. Kjo është një pul e plotë, e kena hongër i pul, unë kam hongër pjesën e fletës, gruaja ka hongër këto pjesë e tjera, edhe e bëjmë supë me pul. I kam bërë 2 supa të tash. Një me oriz, tjetrin me perime, me kërpudhë. Makarona. Po. Me tortellini. Po, bravo. Jo mbërde. Jo për dhe jo, se është emulume, se nuk është që fluturon, nuk fluturon. Edhe një trangull e morëm se të gruja toratori ka ra gruja gjithë të ditë. Pula të mira ka Kiko tek Edeka, i ka shumë të mira. Po, e shtrenjtë. Ka Ku ta thapa? E ka marrën që me hongër granollën me kosën që tregova. edhe gonxhi berin, që janë këto? Nuk e di. Gonxhi berin. Unë se di hisë që janë to, Ka marrë kafe provoj një. Veç se gruaja tha që me t'ja tregoj një parë me hap. Gruaja tha këto janë fantastike, janë tha kanë vitamina, bam. Unë nuk i kam marrë vesh, i thash okej, gruaja pa e marrim ta provojmë. Inshallah i haj. Mos ta provoj tash. Një të për të provoj, sa e të se ndjen një që është shu si beri, është e puta thatë. Edhe? Po. Aman, mos të bëj ti se ngellet me rrë. Mos e ne kemi masmare edhe në Tiranë këto. Ska shirë. Ska shirë, po. Në për shumë mirë. Për zonë që ne. Mos e kanë shirë mirë. Po gruaja ka thënë që janë shëndetshme, dhe dajmë shëndetshëm. Që ishte kjo grusë që kjo. Smoothie bowl. Po i me arrova si arreti emrin. E ka të shkull me... Aqaj. Po. Jo, aqaj për grumë. Ka më gruja për vetën e vetë me bo aqaj. Një pak orbit, pa mi pur, mori 4 copë, si zot në rujë, zikun ashtiu nepse. E majmë edhe ne. Do t'i zikur se këna më kurë. Ne si majmë kurë do. Morëm një për zotë, vetëm se kishe mujtë tjetër 4 copë. Për zotë, Mori no? para syve tanë. Po, si ta majmë, si aji. O, zotë grusa, shqit keqit lera më dojë.
morëm 2 si këto, një morëm me pjesht, një me aprikosa, me kajsi. Kajsi është aprikosa? Po. Për grunë së është pa qef. Këto, Atë e pim gjysëm 2 sa erdhëm për pjeshkën. një gjelë për mu. Ishim marrë gjitha ky ishte i funit, këtë thash po marrë kisha. Të më shaj tjetër, po. E pash që ishte zhyt për Zotin edhe mora këtë. Tash ata, nuk janë zhyt këtë ato. Ose ato janë shitë dhe si kanë marrë Një në gjatë, ta gruja tha është 0 Jo në dyrë. 0, është light, thash. Qa është lajt? 27% fet më gru. Po, ai tjetër ka 54. Për Zotin. Po. 54% një copë djathë si ky. Po. 54% asaj që ha ti është ndyrë, te ai djathë që merr ti. Unë kam pasi ndyret, kur jam vizituar në fundit vjet, kam pasi ndyret në maksimum. Në Jo, i maksimum. kishe të larta. Ja, 220, aq i kisha. 200 ishin, 230 i kishe ti. Na, jo. I Kam kishte pas të maksimum, larta. për Zotin jo. Jemi qënësi. Jo, ka rëndësi, mos thuj gjëra që s'janë. Edhe, unë, në punë, kur jam punë, meshë shumë kikirika, shumë kikirika. Si t'ja ishëm kap e fut, kikirika t'kishin ndyrë me të sakaturë. Që atë ditën, kërë kam të dzu kam rapa, si jam mos jap kur. Kur në botë nuk jam një Po pse dzu. që i lexove, se të tha kolegu, tha nuk ja di dhe se kanë shumë Jo, nuk shtymë. thaj nuk ja, unë i hasha, buri, hashëm Ai kikirika tha t'janë kanë shumë. shumë ndyrë dhe ty të shtin me atë di lexoje, se s'bite me atë dy. Po edhe fillon t'u lexo këto. Që aty mos si kom pak kikirikat me sy. Ja, Po, shumë zotëre. ras peslesh. Po. Se ja, jo se s'ja fare, se i ka qef. Kët morëm me udhë kosi cipër, bashkë me këto frutat e thata, bashkë me këtë që s'bonte një lek, edhe kjo tha mere kështu se duhet edhe një kështu. Edhe gjatë kikiriku morëm. A thash mirë? Po. Kur s'ja gjej. Pina butter. Edhe një nga këto antipuça që me kruja kështu, e ka vënë një star këtu. O, andim. Edhe ka cilë është tipo. Ka marrë një kështu, si kjo ka marrë dhe ca yje që nuk e di ku është një pako tjetër. 2 Aty pako. duhet jetë, se pako tjetër aty Jo, është. s'është kure. Ose është atje. Po, se ka unë, gjere, ke çanta jote. Jo. Po, për garan. Aha, kjo që nga pa hyje. Po pra, kjo është pa yje. Po, yllin e kam vel. Po. E Këto ka dhe dhe. një këtu, po nuk i duket. Edhe këto ishin pazari jonë. Ja, gjuam Gjitha? 70 më kom të sku. Po, ka marrë punë nga kena shu dek me po pazar, të shisa ka marrë shpi të vëllit qka me hongër, po vëndër e jene, kam shumë punës. I kujdesur ti për gruan. Po. Mo të vdesën. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Të më nëzjeri burri, dada. Haj, E prita të më nëzjeri. ta nëzjetë gërun jashtë. Hajde gërë. Vjen një herë fantastike sepse shprer bari sot. Si unë do shkash ke pema. Si? Si të pëjmë? E nëzërë është ditë, do të qitë. Por vjen një herë, o zot nuk e di sa për ju që kanë qef këtë, po sot që nga korur bari lagjes. Po, më mërë të e pasa. Edhe vjen një herë, o zot sa e E mirë. barë. Po pra, po ka një herë shumë të mirë, shumë karakteristike. Ke një. Ma ha bër për inat koha. Pse? Sepse ka qenë shumë e mirë të gjitha ditët që unë kam qenë në shtëpi Edhe ne mbyllur. ishim gojuar shtëpi dhe sidomos ne kemi dritare përballë televizorit. Edhe Dielli. e ulçim grilën ke dritarja, domethënë ke dera e ballkonit. Nëse ke dritarja veshim një një kështu. Një perë dhe Një një Perë sa të ime. vogël, Por po. makina jonë që nga këtu. që këtu. Që me pa televizor dhe rrishim vetëm në gojum. Imagjino që këtu të ketë një javë diell është eveniment. Pikërisht u smura unë, u operova unë, më ngujuan një javë se miku kamera. Tash po dal me antin të bëj një xhiro, sa kam shumë fuqi të jap makinën që gjithë kohës vetëm. I was just a kid when I met you, honey.
shtëpi me Andin, ngjaj se ato kështu. Hajde. Ki më që janë ta zonjë që fluturojnë. Ata kapse që janë kështu. Ja, Me po të këtë. duhet që jene nga sipër. Po pra se që janë sa një gjek kështu. Këtë si palto, si pelerin kështu e ka marrë në vintet, po bën goxha, po bën shinë. O shumë kulla. Po bën shinë dimër që e ka marrë, po se kam veshur, se ka qenë ftohtë dhe tash i rasti. Andi talli se thot që kam shumë rroba. Më shumë se që duhen një njeriu. Edhe më shanë sa herë ble online, më shanë se thot po shyen s'ka me as hallën e lekëve, ka hallën e dollapit dhe që s'ka Ka vetë për shumë vete. Nuk e di sa ka me etiket. Tregoja. I reti, se... Tregoj, e. Po, nuk kam real shumë le ca fustane jam, po, lere. Edhe ishim tek Telekomi se duam të ndërrojmë kontratën e internetit, se pagojmë goxha shumë lek. Do të thënë, ne mendojmë se pagojmë shumë lek, por ai te Vodafone na tha që ne pagojmë pak se duam të ndërrojmë me Telekomin. E si që vajtëm e erdhëm, do të thënë asnjë gjë, na thanë që pagon shumë pak lek, edhe nuk kemi çfarë t'ju bëjmë. Gjithsesi, unë doja, edhe po mendoja, na që kam darë edhe goxha kontent këto kohë për gjendjen, për sëmundjen, për operimin, për të gjitha. Do doja shumë, nëse ka një gjë që t'ju influencoja, një gjë që të ma dëgjonit, ose një sugjerim që ndoshta ta vini vetë në vesh, ndoshta ju e keni menduar, edhe ndoshta ju lutem gocani bëni pap testin, ju lutem. E di që ngjan shumë klishe, ngjan shumë kështu ta thuash, por për Zotin shëndeti është i panegociueshëm. Dhe ne e marrim shumë të mirë qenë kur jemi mirë, kur jemi shëndoshë mirë, i marrim gjërat shumë të mirë qena, jo mendojmë jo një fustan, jo një bluze, jo një gjë, jo një tutje, jo një tu. Ju lutem, bëni pap testin, kontrolloni veten tuaj se s'ka gjë më të rëndësishme në botë se vetja juaj. Asnjë gjë nuk është më e rëndësishme se shëndeti. Prandaj nëse do ma dëgjoni të fjalën, mos ma dëgjoni për asnjë gjë në botë, për asnjë budallik ose për asnjë brot shkollitje që them unë, por ju lutem bëni pap testin. Kujdesuni për veten tuaja, për çdo lloj gjëje, kontrollohuni, vizitohuni, mos i neglizhoni gjërat. Se gjërat mund të ishin evituar nëse unë personalisht do kisha kap më shpejt, ndoshta s'do kisha nevojë për operim, ndoshta gjërat do ishin më ndryshe, prandaj ju lutem ma dëgjoni si fjalë. Kaq ditë ju them unë, tash i bëni çfarë doni, çfarë mendoni ju, po unë nëse do kem bëj një thirrje ndonjëherë në jetën time në këtë kanal, ka qenë vetëm kjo. Prandaj secili të mendoj për shëndetin e vet, se është një gjë që po hik po nuk vjen me, prandaj. Neve tash do hajm trek, unë kam për pul në furr, kam larë edhe enët që të shpremten, deri tash, jo është të njëjtë, deri tash që është e martë, ishte era parë që i kam larë enët, të jam lodhur zakonisht shumë. Bëra edhe një reels, se po ndjesha shumë keq, po ndjesha shumë jo vetvetja, bëra edhe një reels duke u rregulluar, duke lyer, duke rregulluar flokët, duke bërë bukur, më tha Andi pas ke pjeshkëruar, më tha që nge mirë sot. E doja sepse doja të ndjesha prap që kam atë fuqinë, kam atë pushtetin që ta bëj veten të ndihem mirë, po lodhi, se keni idenë sa shumë lodha. Prandaj ju them, kujdesuni për veten, kujdesuni për shëndetin, kujdesuni për veten. Unë me kaq ndoshta do dalim, ndoshta do flasim më vonë, por me shumë si do mbyll si video sepse javash të tëra qa kishte ndodhur, qa s'kishte ndodhur, jam shumë mirënjohëse ndaj bashkëshortit tim, ndaj Andit. Jam e fat që më ka rastis një person i mrekullueshëm, sepse edhe marrëdhëniet janë fat ndonjëherë, sado që ne mundohemi, sado që ne duam, jam fat. Jam falenderuese ndaj vjerrës time, që është me vërtet shumë zonjë nga kjo anë, se i thot Andi që gjithë kohës baj punë, ndihmoje, lëviz, mos u bëni si baballarët tuaj që nuk ndihmonit gratë se ishte turp, nuk flisnin, nuk bënit, gjithmonë thot që ndihmoje, për pjesë e ka fjalën për pjesën që jam pak më femërore, siç ka qenë brezi atëherë që ka qenë më i ndrydhur, ai prindërve të mi nga të gjithëve. Por thash në veçanti jam ndaj Andit, e motrës që ka qëndruar me mua gjithë kohës në telefon, u mërzit, u prek shumë, ka qarë para se të futesha në operim,
ndaj kushërirave, ndaj dajeve, ndaj hallave, të gjithë. Edhe ndaj jush jam shumë falenderues që më keni dhënë një suport shumë të madhe. Se u bëra si në emision, se shanti këtu të më talli. Prandaj, njeriu në vështirësi ka nevojë për njerëz të tjerë, me vërtet njeriu ka nevojë për dashuri, ka nevojë për mirëkuptim, ka nevojë për mbështetje. Edhe këtë e kupton kur je keq, e ke nevojë 3 fishin, 4 fishin, 5 fishin më shumë. Prandaj kujdesuni për veten të gjithë.